Disa lagje të Mitrovicës, po më së shumti lagja Dy Korriku, ka pësuar nga vërshimet e lumit Sitnica. Shumë shtëpi të asaj lagje janë mbushur me ujë, për çka në terren janë angazhuar zjarrfikësit. Zjarrfiksi Mitrovicës Burimi Bishi tha për Radio Dukaqini se që nga ora 2 e mëngjesit e deri më tani janë evakuuar gjithsej 15 familje. Ai tha se deri më tani nuk kanë pësuar njerëzit, por problemi që janë duke pasur është se ka familje që nuk po dëshirojnë të dalin nga shtëpitë e tyre, çka po vështirëson edhe punën zjarrfikësve, të cilët po detyrohen të kujdestarojnë gjatë gjithë kohës. I Bishi po ashtu theksoi se familjet që janë evakuuar janë në përkujdesin e komunës dhe siç tha ai, ato familje janë dërguar për qëndrim në një hotel. Ashtu siç na u tha Pradrilona, aktualisht familjet që janë evakuuar nga kjo situatë janë dërguar në hotel në përkujdesin të komunës, pra, teksa përgjatë këtyre orëve të fundit janë lajmëruar edhe disa donatorë dhe disa persona pra vullnetarë në Mitrovicë që kanë shprehur gatishmëri të ofrojnë hapësira të ndryshme për qëndrim familjeve të cilave u janë vërshuar shtëpitë pra nga lumi Sitnica.